Nëna nuk mundi ta pres djalin nga gurbeti, ai u nis, por ajo nuk priti dot. Jetonte me mallin e tij për vite të tëra. Çdo telefonat ishte ditë feste. Çdo fotografi që i dërgonte e mbante nën jastëk. Mos haro të hash, bir, i thoshte gjithmonë, edhe kur vetë s'kishte që të hante. Ajo plakje në heshtje, duke i numëruar ditët si ruaza të një lutje që s'mbaronte kur. Një mëngjes, trupi i saj u lodh më shumë se zakonisht. Fqinja e thirri djalin. Kthehu sa më shpejt, nëna s'është mirë. Ai la gjithçka dhe mori fluturimin e parë. U ul në avion me sytë mbushur, me duar që i dridheshin, duke përsëritur vetëm një fjali. Mbaj edhe pak, nën po vi. Kur mbërriti, dera e shtëpisë ishte mbyllur. Brenda, vetëm heshtje. Ai hyri ngadalë në dhomë dhe pa jastëkun ku ajo kishte pushuar për herë të fundit. Mbi të, një copë letër me shkrimin e saj të dridhur. Thua i djalit që s'pritja më dot. Ai e mori letrën në duar, e shtrëngoi fort dhe u ul në dysheme, duke qarë si fëmijë. Ishte vonë. Kishte humbur gruan që e donte më shumë në botë, dhe s'mundit i thoshte faleminderit as të dua për herë të fundit. Sepse disa udhëtime mund t'i arrish, por disa përqafime vonohen përjetësisht.